I mandatuari për kryeministri i Kosovës Glau Konjufska i lëvizjes vetëvendosje ka dështuar në përpjekje për të formuar qeverinë e re, pasi nuk arriti të sigurojë shumicën e kërkuar në kuvend. Deputetët votuan kundër qeverisë së propozuar me 53 vota kundër dhe 4 abstenime, ndërsa 56 vota ishin pro, duke e lënë Konjufskën me 5 vota larg shumicës së nevojshme prej 61 deputetësh. Ky dështim vendos Kosovën përpara perspektivës për zgjedhje të reja të përgjithshme, pasi presidenti Vjosa Osmani ka detyrim ligjor të shpallë ato brenda 40 ditëve nga shpallja. Procesi i fundit zgjedhor ishte mbajtur me nëntë shkurt kur lëvizja vetëvendosja arriti 42.3% të votave, e ndjekur nga Partia Demokratike e Kosovës me 20.95%. Konjufska mori mandatin me 4 nëntor pas dështimit të kryeministrit në detyrë Albin Kurti në 26 tetor, i cili kishte marrë 56 vota pro, 52 kundër dhe 4 abstenime. Qeveria e propozuar nga Konjufska kishte pak ndryshime nga kabineti i Kurtit. Ndryshimi kryesor ishte pozicioni ministrit të infrastrukturës dhe transportit, i cili ishte besuar Besnik Bislimit në vend të Dimal Bashës, ndërsa Kurti do të merrte rolin e ministrit të jashtëm. Para ligjvënësve, Konjufska apeloi për të shmangur zgjedhjet e shpeshta, duke theksuar se një tjetër raund zgjedhjesh mund të çojë vendin në paqartësi të qeverisjes dhe vonesa në miratimin e buxhetit për vitin 2026. Ai tha se do të ishte arrogancë ta çojnë vendin në zgjedhje sërish dhe kujtoi se ideja e mandatit të dytë lindi pas dështimit të tij fillestar. Tani, partitë politike në Kosovë janë të angazhuar për të organizuar sa më shpejt zgjedhjet e reja për të shmangur kolapsin institucional dhe për të siguruar funksionimin e institucioneve shtetërore, sidomos për miratimin e buxhetit dhe menaxhimin e çështjeve emergjente në vend.